Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini takimin e radhës në emisionin Dritë në Oqean. Atëherë, duke filluar ose duke vijuar, do thosha qysh nga java e kaluar, do të vazhdojmë për të prezantuar në këtë koland veçantë të këtij emisioni dhe profile, portret në rrëfimet e tyre të veçanta të njerëzve të fushave të ndryshme, të shkencës, të artit, kulturës, të letërsisë e kështu me radhë. I ftori më rëmën sotme është Ilia Bombaj, vjen nga Selenica, që ka një gamë të gjerë të aktivitetit të tij, duke prezantuar një herësh edhe mbi të gjitha si krijues, si autor të më së paku 9 librave të botuar, nëse gaboj le të më korrigjon zoti Ilia, por vjen duke pasur dhe një background të konsiderueshëm për sa i përket aktivitetit të tij në specialitetet e punët ku ai ka qenë i pranishëm, ku ka punuar, ka dhënë kontributin e vet, të cilat do të shpalojmë pak nga pak gjatë bisedës që ne do të kemi në studio. Zoti Bombaj, përshëndetje, mirë se erdhët në Dritë në Oqean. Mirëmbrëma dhe ju faleminderit për ftesën që më bët në studio. Atëherë do të bëj një lloj prezante apo rezume të përgjithshme, thjesht prezantuese ballin për teleshikuesit e televizionit Apollon. Përpos arsimimit tuaj, keni punuar si minator, keni qenë të inkuadruar në ushtri, me funksione ndryshme në policinë e shtetit, mësues, keni konkuruar dhe për deputet, kandidat për deputet, ndërkohë që vazhdoni të jeni sërish mësimdhënës, teksa kemi përfunduar dhe së fundi studimet në jurisprudencë. Kjo është vetëm thjesht do të thosha një rezume e përgjithshme, flesh e prezantimit për emrin tuaj për teleshikuesin, por diçka më tepër do t'ju lutesha që të bëni ju prezantimin. Cili është Ilia Bombaj? Ilia Bombaj vjen nga qyteti i Selenicës dhe ka lindur me 29 nëntor 1964, nga prindër minator, banor të errshëm të këtij qytetit. Shkollën fillore dhe të mesme e ka kryer në qytetin, në vendlindjen e tij në Selenicë, dhe më mbrapa vazhdon shkollën ushtarake 2 vjeçare, ku vlerësohet me notën shumë mirë dhe me urdhër të ministrit të mbrojtjes atëhershme, merr titullin oficer dhe emërohet në zonën veriore të Shqipërisë, duke shërbyer për më se 6 vjet në Burel, në Bulqiz, dhe në vitet 94, pasi kthehet në vendlindje, do të radhitet me forcat speciale të policisë, prej më se 5 vjetësh, deri në vitet 97. 97-98, nga drejtori i atëhershëm Milto Korda, i cili sot nuk rron, njëri i nderuar, i respektuar, nga të gjithë banorët e këtij qytetit, një specialist i mirëfillt. Më emëron në Selenicë komandant policie, pasi situata ishte tepër e vështirë dhe ishte dhe vërtet ra në sy një nga postat e policisë e veçantë në gjithë zonën e jugut që ekzistonte në atë kohë. Më falni, thjesht për paralajmërim dhe për teleshikuesin, e keni përfshirë diçka të tillë dhe në një nga librat tuaja, nëse gaboj? Do ta diskutojmë dhe më poshtë. Thjesht vetëm kaq, po. Është tek libri 9 plumat. Po. Pas 98-s, me ndryshimet e mëdha që ndodhin në rotacionet politike, largohem nga policia dhe do të radhitem në sektorin e ujësjellësit të qytetit Selenicës, përsëri do të ndeshem me një kuadër të mrekullueshëm të asaj kohe me zotin Spiro Urdhra, i cili thjesht me një prezantim të shkurtër që i bëra më radhit në këtë sektor të ujësjellësit, cili dhe gjetëm në një gjendje tepër të mjerueshme. Por me ata njerëz punëtor që unë gjeta në atë sektor, punuan dhe sollën një ndryshim jashtëzakonisht të madh në sektorin e ujësjellësit. Janë shumë për të përmendur dhe nuk kam për t'i harruar ata njerëz punëtor të cilët sakrifikuan kaq shumë për atë qytet, sepse ky qytet e meritonte atë shërbim,
derisa vi një moment që ujësjellësi filloi të pësonte ndryshime jashtëzakonisht të mëdha, u kryen investime të mëdha, duke filluar që nga çpimi i puseve të re, vendosja e pompave të re dhe investimi i madh në magjistralin kryesor bëri një ndryshim jashtëzakonisht të madh për këtë qytet. Vetëse përmbytjet e mëdha të lumit Vjos shkaktoi rënimin total të këtyre pompave të reja të cilët ne arritëm dhe investuam, ishte investim jashtëzakonisht i madh i kryer nga shteti, por përsëri në rotacionet ne do të ishim ata të parët drejtuesi i sektorit, unë që isha drejtori i ujësjellësit, e psova përsëri atë goditje dhe ngela pa punë. Pas një viti i largimit tim, u larguan dhe gjithë punëtorët, specialistë e mirëfillt, të cilët u përgatitën për të vënë në punë atë pompat e reja, të cilat erdhën në punë, filloi ajo që ne quajtëm shkatërim të ujësjellësit. Dhe më mbrapa, për një zgjidhje provizore, qyteti Selenicës edhe ende sot e kësaj dite, për më se 2 vjet e gjysmë, është pa ujë të pishëm. U përpoqa, pasi unë mbarova shkollën në Gjirokastër për histori dhe gjeografi, për të punësuar në këtë sektor, arrita të punësohem dhe kam më se 6 vjet që punoj në arsim, dhe aktualisht jam ende aty. Ndërkohë, vazhdoja shkollën për juridiken, mbarova dhe masterin, dhe njëkohësisht ndoqa një vit shkollë për avokati, dhe sot jam i licencuar si avokat dhe mbaj titullin avokat. Aktualisht ju jeni mësues në? Aktualisht jam mësues në shkollën Todi Koçeli Selenicë. Po. Ndërkohë mësues i histori gjeografisë. Jap lëndën e histori gjeografisë. Ndërkohë keni edhe provojën tuaj, por do ta prekim ndoshta edhe përse përket dhe ingranimit tuaj në politik. Keni qenë dhe kryetari i Këshillit të Bashkisë. 2 legislatura kam qenë kryetari i Këshillit Bashkiak të Selenicës, kur kryetari i Bashkisë ishte zoti Ilia Seferi. Ishte një periudhë e cila me të vërtet ka lënë mbresa tek unë, tek shumë këshilltarë, të cilët punuam për të sjellë ndryshime rrënjësore në qytetin e shumë vuajtur të Selenicës. E qartë. Ka një periudhë, zoti Bombaj, është, në zgaboj, janë vitet 83-86, përpara se të fillonit shkollimin, arsimin 2 vjeçar në ushtarak apo jo. Keni punuar në minjer. Pse nuk patën mundësi për të vazhduar fill pas përfundimit të shkollës mesme, arsimimin tjetër? Ka diçka, ndonjë njollës, le ta gjejmë kësaj në biografinë tuaj? Nuk do ta quaj kështu, sepse duhet jemi realist. Unë shkollën e mesme e kam përfunduar me notën 9.3. Kam hedhur drejt studimi dhe më doli për shkollën për të drejta studime më doli për juridike. Qytetërisht, në momentin që ne prisim të shpaloseshin emrat në xham, emri im ishte i fshirë. Nga kontaktet që bëm, mësuam, morëm vesh që emri Ilia Bombës u hoq, sepse ka një të drejtë studimi në shtëpi. Im vëlla më i madh, Jorgji Bombaj, kishte mbaruar shkollën e bashkuar në Tiranë, dhe kështu që nuk mund të përfitonin të tjerët që vinin pas tij. Megjithatë, me shumë kurajë i them i madh Koçi Bomba që sot nuk këron, pasi ka disa vjet që është larguar nga kjo jetë. Ai lotonte, me të vërtet lotonte dhe unë i dha shumë kurajë. Babai them, unë do të vazhdoj shkollën. Dhe mundësova që të futesha në shkollën 2 vjeçare ushtarake dhe pasi u titullova oficer, se dola me një notë mesatare 10 në këtë shkollë, vazhdova dhe një vit në shkollë bashkuar për të marrë atë formimin e plotë të saj. Ky është arsye që unë ndonja një vit e gjysmë pa drejt studimi, por puna në minjer ka qenë një përvojë që ka shërbyer. Ka qenë një përvojë jashtëzakonisht e madhe për ne, për mua në veçanti dhe për familjen time,
sepse më dha kurajo më tepër për të vazhduar studimet, për të krijuar bindjen vetvete që ne jemi njerëz që dhe punojmë, por dhe studiojmë. Kështu që aty në Minjerë unë mora shumë, do thosha atë formimin tim fillestar nga ta njerëz heronj, të cilët për të nxjerrë bukën e gojës futeshin nën tokë 1500 metra. Sakrifikoni dhe jetën e tyre dhe unë nga kjo përvojë që mësova në atë Minjerë ja kam dedikuar edhe atë ngjarjen e rëndë të viteve 2004, atë tragjedi e cila novela me titullin Tragjedi. Novela me titullin Tragjedia. Jam futur dhe kam qenë pjesëmarrës në nxjerrjen e këtyre viktimave dhe pash me hollësi gjithë ngjarjen dhe ajo më frymëzoi dhe unë e finalizova duke e nxjerrë në një novelë, në libër. Zoti Boma, keni le të thojmë një background konsiderueshëm dhe keni përvojën tuaj në profesione ndryshme, siç e nisëm që nga viti 83-86 në Minjerë me forcat ushtarake, me policinë, në ujësjellës, në arsim. Keni gjithashtu dhe një të mos e quajmë karrierë, por një përvojën tuaj të vlerësueshme për sa i përket drejtuesit e një këshilli bashkiak. Selenica është e konsiderueshme, pavarësisht se mund ta quajmë qytet, pa llogaritur që mund ta përmendim, dhe keni qenë dhe kandidat për deputet i një force politike në zgaboj Aleanca për Barazinë e Drejtësi Evropiane. Tani, nëse do të bënim një lloj parcelizimi dhe një lloj vlerësimi të grimcuar të gjithë këtyre përvojave tuaja, për çfarë ju kanë shërbyer gjithë kjo, nuk dua ta quaj amalgamitet, për gjithë kjo përvojë? Ndjeni sot më i plotësuar dhe cilën prej këtyre profesioneve, pa harruar mësimdhënien, që ju vazhdoni të jeni, cilën prej këtyre përvojave dhe profesioneve ju ka përplotësuar më tepër? Ka qenë ëndra ime si ushtarak dhe unë atë e realizova, ku shërbeva atë dheut kombit tim në veri prej një periudhe 13 vjeçare, si në radhët e ushtrisë, Ministrisë së Brendshme, po dhe të asaj që e quajmë Ministrinë e Mbrojtjes, prej 13 vjetësh, nuk do të kishte bë mirë se sa të shpëtoj jetën e një njeriu i cili në periudhat e 97-98, kur populli shqiptar, në mungesë të asaj që ne i quajmë qeveri, ishte organizuar në grupe, një grup për të mbrojtur nga e keqja dhe grupi tjetër e keqja që kishte lindur për të bërë të keq. Nuk ishte më kënaqësi kur i shërbeje këtij popullit i cili kishte nevojë. Dhe nuk mund të harroj atë që aty e keni dhe në një nga novelat e mia, Nënt plumat, ku policët e qytetit Selenicës, për t'i ardhur gjithmonë në shërbim atij komunitetit, shkonin dhe ndihmonin arktarin e qytetit për të tërhequr ato monedhat të cilat një në muaj menin pensionin dhe me atë ushqeshin kjo popullsi, nga forcat ekstremiste, nga forcat grabitse, u gjendën përballë në rrugë, në një rrugë të fshehtë, qore, u goditën të merrsisht sa u morën jetën arktarit. Polici mori 9 pluma, prandaj kam titulluar dhe 9 plumat, dhe shoferi u plagos. Po me këmbguljen tonë. Është diçka nëse do të bëjmë retrospektivë, unë kam pasur dhe përpara disa vitesh në këtë studio dhe e keni përmendur. E kam përmendur sepse është për të përmendur sot e kësaj dite. Tregon atë koherencën dhe lidhjen e ngushtë që ne kemi pasur me këtë ngjarje që trajtoni në veprën tuaj. Unë isha komandant i postës. Por atë ditë kisha djalin e madh, Mateon, i cili kisha pak kohë që kishte ardhur në jetë,
e kisha shumë sëmur dhe Kam idenë që na ndjek diku këtu, madje, jo? po, dhe kam lënë zvënsin tim aty, po kur mora vesh ngjarjen, jemi të rënditur jashtëzakonisht, sepse nuk e meriton të ai njeri i mrekullueshëm, ai arketar, nuk e meriton të ai polic, i cili sakrifikoi jetën e tij për të shërbyer atij komunitetit ton të Selenicës, një komunitet i mrekullueshëm, një komunitet i cili me kalimin e viteve u përpoq për t'i dhënë ato që i takonte këtij arktarit dhe atij policit. Unë, duke qenë më afër kësaj ngjarje, i kushtova për të ngelur në përjetësi tek shumë lexues novelën Nën plumat. Megjithatë, me të nderuarin Milto Korda dhe ish shefin e rendit zotin Axhi, ne mundësuam dhe këtë polic i quajtur Ardian Bucaj e dërguam në Itali, aty u kurua dhe sot e kësaj dite ai ndodhet me një dorë dhe me një këmbë të paralizuar, por sot gjej rastin të bëj një apel shtetit që këtij njeriut t'i vihet në ndihmë sepse ai ishte në emigracion dhe me atë i gjymtuar siç është, punon për t'i shërbyer familjes së tij, për të ushqyer vajzën, për të ushqyer bashorten, pse jo për të mbajtur frymën gjallë. Unë nuk ju ndërpreva, sepse nuk do të ndërprisja edhe për shkak të dinamikës dhe të ngjarjes së hidhur që trajtohet tek Nën plumat, por i rikthem edhe një herë dhe ju kërkoj ndjes për t'ju rikujtuar. Pra, lidhje me profesionet që ju keni punuar, me sa duket ka një lloj ndjesie apo ka një lloj dashurie më shumë se sa profesionet e tjera për punën që keni bërë në... Është sakt këmbgulja juaj në policinë e shtetit. Sinqerisht, prandaj unë po flas me nostalgji për këtë tek 98-a me ndryshimet që ndodhen përsëri pas zgjedhjeve të reja. Pak më parë më thatë u largova. U larguat apo ju larguan juve? Reformat që po bëshin tendencioze dhe selektive. Gjë që mua nuk më pëlqente, sinqerisht. Ndoshta kjo më ka bërë atë që ata kërkonin njerëz që të shërbenin me servilizëm, por puna kërkonte ndershmëri, sidomos puna e policisë. Kërkonte besueshmëri, ndërgjegje të lartë dhe përkushtim të madh për t'i shërbyer atij komunitetit i cili në atë kohë i mbante syt vetëm nga policia. Shteti nuk funksiononte. Ato të quajtura organizata shoqërore, si do ta quaja në atë periudhë, vepronin me autoritetin e ligjit, në kundërshtim të hapur me çdo gjë. Dhe çuditërisht e gjej veten në rrugë. Kështu që ngelëm pa punë, me keqardhjen e madhe. Ju larguan. Me keqardhjen e madhe të largimit nga kjo detyrë. Nuk shieshin kreditet profesionale, por politike. Të atyre shokëve që lam dhe ngelen pothuajse ashtu si puna ime, të cilët sakrifikuan shumë në këto vite të vështira, dhe sot e kësa dite ngjejnë veten të pa mbështetur. Por mirëarsimimi im, i cila nuk ndënja me atë kontekstin e atyre shkollave ushtarake, unë vazhdova në Gjirokastër për histori gjeografi, që do të kujtoja me nostalgji mësuesit e mi, të cilët ishin jashtëzakonisht të përgatitur, pothuajse me titull profesor doktor, dhe kam nostalgji për atë shkollë, sinqerisht po u them për Gjirokastër. Arrita të përfundoja 4 vjeçare, me shumë mund dhe sakrifica, kur kisha për të rritur dhe 2 fëmijët e mi, kisha për të mbajtur dhe familjen, por sakrificat, këmbgulja, vlerësimi i një ish mësuesit tim, Sotir Simaku, i cili këmbgulte që unë të vazhdoja shkollën, se kisha dhe pasion, letërsinë, historinë,
dhe e mbarova këtë shkollë 4 vjeçare, e cila sot më hyri shumë në punë. Më hyri në punë dhe kam vitin e 6 që po punoj me nxënësit. Është një hartë më vete, arsimi. Do një punë këmbgulse, do një punë të jesh tepër i duruar sepse ke të bësh me mosha të ndryshme, por dhe koha. Gjithë vullnet për kushtim, vullnet për kushtim, prindi drejt, atë që është shumë e drejtë. Mësues gjithmonë për mësuesin. Është e drejtë. Pra, mësuesi, duke filluar nga ora 7:20 deri në 2:15, është prindër për fëmijët, është përgjegjësi kryesor për ata fëmijë të vegjël që vinë nga klasa e parë deri në klasën e 9. Kështu që ndjen mbi shpatullat e tij një detyrim jashtëzakonisht të madh. Dhe me shqetësimin për t'i çuar deri tek pragu i shtëpisë këta fëmijë. Deri aty është shqetësimi. Aty kemi shumë kolegë të mrekullueshëm. Duke filluar që me Lefter Hasani, një mësues i cili është në prag të pensionit dhe na vjen keq që do të largohet nga ky kolektiv, nga Armalinda Simaku, Neçmia, Aneta e shumë të tjerë, deri tek Brezi i Ri, ose Artani, deri tek Brezi i Ri, të cilët sollën një frymë të ri, Mateo apo ju lutem përmendni pak më emrin e këtij Mateos. Mateo Bombaj. Për televizionistit është djali juaj dhe sigurisht është kënaqësi që ta keni koleg, por nuk e di se le të kaloj pak edhe në ngacmim dashamirës. Nuk e di se këtë shqetësim që ju e keni si mëdhënës për qenë sa më pranë, më komunikues, më të afërt, më të dashur, më të ndjeshëm me prindit, sa ja keni përcjell si shqetësim Mateos? Gjithmonë diskutojmë bashkë dhe pse jo unë. Është një koleg i mirë, a? Është një koleg i mirë dhe shumë herë është Mateo ai i cili më flet mua. Sigur ka një përvojë jashtëzakonisht të gjatë në arsim, megjithëse ai ka qenë nxënës i kësaj shkolle. Në klasën, pas mbarimit klasës 9, ai shkoi në shkollën mjeshtri sportive në Durrës dhe pas mbarimit të saj ai vazhdoi Universitetin e Sporteve në Tiranë. Është në mbarim të masterit, në këtë moment që po flasim. Por do të thosha që reformat e mëdha arsimore bën atë që t'i kthejnë fytyrën e duhur arsimit. Lëndët fiskulturë, muzikë, vizatim, u panë si lëndë plotësuese. Një mësues i matematikës apo i fizikës apo i kimisë apo i historisë mund ta jepte shumë kollaj dhe djatësi kemi qenë, djatësi. Lëndë plotësuese. Ky ishte gabimi më i madh që u bën arsim. Ndërsa momentet kanë sjellë atë ndryshimin jashtëzakonisht të madh që nxënësit mezi e presin. Sporti është një nga lëndë kryesore, pak në kurrikullin e re, në arsimin e është futur 3 orë. Dhe unë, si një mësues jo me një përvojë shumë të gjatë, por paktën 6 vjeçare, do të propozoja sinqerisht që fiskultura të ishte pse jo 5 orë në javë. Pse jo 5 orë në javë. Sepse nxënësit janë kthyer si një vetëm për typs të ushqimeve dhe kjo tregohet në atë shëndetin e madh që kanë marrë, sepse anashkaluan atë që do të thosha lëndën e fiskulturës. E qartë. Lëndën e vizatimit, lëndën e muzikës, ardhja e profesorit Mateos, të Erion Dura, të Kurt Veizit, një nga mësues të mrekullueshëm të muzikës, e ka gjallëruar këtë shkollë. Aty ka shumë mësues të tjerë, të cilët janë për të falenderuar për punën e madhe të përkushtuar mësuese Monda, mësuese Sava, mësuese Anjeza, mësuese Valbona, e shumë të tjerë, të më falni një që nuk kam mundësi. Le të japim pak ritëm. Por që kanë merita dhe do të thosha një këshill më mirë, do të thosha për Ministrinë e Arsimit, për qeverinë, që mos ta zbehin kur figurën e arsimtarit. Do të thosha është një ndër figurat e ralla në Shqipëri, i cili duhet të marrë vlerësimin e dur. Ka një nga misionet më të vështira. Për të premtuar të ardhmen e këtij kombi, sigurisht. Të ardhmen e këtij kombi. Zoti Bombaj, sigurisht që ne në dinamikën tonë kemi profil rrëfim dhe në ajo që na intereson është shumë thjesht krimtaria juaj. E për çfarë duhej jurisprudenca? Në thonjza për çfarë duhej? Cila ishte ambicia juaj pas gjithë këtij niveli shkollimi dhe specialiteteve ndryshme
i diplomuar dhe në avokati dhe jurisprudencë. Më thoni. Nuk duhet të mbaj asgjë sekrete. Në një nga pjesëtarët të afërt të fisit tim kishte një problem i cili pa drejtësisht gjykohesh. E ndiqja hapa sapi për t'i qenë pranë atij personit, po ndërkohë dhe për të përfituar ose për të mësuar nëse po merte apo jo atë që duhesh. Rendja pas avokatëve, rendja pas prokurorëve, rendja pas gjyqtarëve, dhe i bëra pyetjen vetes. Po përballem me një avokat dhe nuk më jep një përgjigje. Po shkoj pra një gjyqtari i cili mbyll portën. Po shkoj pra një prokuror i cili nuk arrin të sqarojë si është problemi. Duke u nisur nga ky shkas, u detyrova të vazhdoja shkollën juridike. Dhe këtë shkollë e kam mbaruar te Kristali. Po ju them me ndërgjegje, 5 vjet rresht një shfrytëzim total të mësimdhënies. Pavarësisht se si arriti qeveria ta mbylli këtë shkollë, por po u them, kjo shkollë ka nxjerr jurista të mrekullueshëm. Kjo shkollë ka patur pedagog të mrekullueshëm. Njëri prej tyre ju e keni në qytetin tuaj të Fierit, i cili sot është krye bashkiak. Jo, më dëgjoni, nuk dua ta kështu, po përkundrazi, unë dola dhe pash në qytetin e Fierit, pash një qytet ndryshe. Një tjetërsim të mrekullueshëm. Kjo është dora e kryetarit bashkisë i cili ka qenë pedagogu ynë. Po si punë e këtij pedagogut është sot dhe avokati i popullit, i cili ka qenë pedagogu ynë. Është edhe Ardian Civici e me radhë shumë pedagogë të cilët janë me titull profesor doktor, kishin nivelin e dur dhe pregatitën nxënës të mrekullueshëm. Në fundit kjo është dhe një ambicie personale. Kjo ishte një ambicie personale. Po nuk kam pse të mos t'i përmend këto figura. Nuk kam pse, sepse dhanë për këtë shkollë. Dhënës që lën mbresat tek studentët. Tek unë kanë lënë mbresat një kuptoj. Sinqerisht po u them, të këtij niveli ishin ata. Dhe fundit ky komunitet i Fierit po shikon se kush është. Ky ish pedagogu im, i cili po drejton dhe po sjell ndryshime rrënjësore në këtë qytet. Po, për shkak të dinamikës dhe të kohës që kemi në dispozicion zoti Bombaj, unë do duhet ndalesha tek krimtaria juaj. Siç e thash në pjesën historie të emisionit, jo pak por 9 botimet tuaja, madje të vlerësueshme, që përgasin në fushave të ndryshme, historike, monografike, të letërsisë që janë novela, tregime kështu me radhë. Mendim dhe të operatorit tonë Bledit, do të doja që edhe të mundësonin disa nga botimet tuaja, duke filluar që nga Selenica, vendbanimi i lasht vlla, është botimi i parë nëse nuk gaboj? Po, ky është botimi i parë, është e vërtet, Selenica është një vendbanim i lasht vllah. Dhe Ilia Bomba vjen nga një familje vllah. Aty kam mbledhur foto që nga minjera e hershme, foto të viteve 1914, 1920 e me radhë. Duhet përmend pas viteve 1944, kur vendi ynë çlirohet nga pushtuesit nazi-fashist, një nga iniciatorët e parë ishte gjyshi im Llambi Dhimë Bomba, i cili për 2 legislatura ishte edhe deputet në Kuvendin Popullor. Mori iniciativën dhe hapi minjerën, e cila u shfrytëzua qysh pas vizitës së Ismail Bey Vlorës në 1870 në qytetin e Selenicës, ku arriti dihet që babai i kombit ton, kjo figurë ndritur që asnjëherë nuk ka për t'ju zbehur figura, puna, sakrifica e tij pasurore dhe jetësore, sepse për këtë komb ai dha dhe jetën. Nëpërmjet bankës automane dha me koncesion për 20 vjet. Minjerën. Por shohim në periudha të ndryshme, qysh në periudhat para mesjetës, gjatë periudhës së mesjetës, ajo do të shfrytëzohet jo vetëm nga Perandoria Osmane, por nga austro-hungarezët, nga francezët, më mbrapa deri te shoqëria Simsa, e cila
deri në 44. Kjo do të kaloj pastaj në dorë të pushtetit Partisë Komuniste, që ishte në atë kohë dhe më vonë pushtetit popullor. Vetë bijtë e Selenicës e hapën këtë minjerë dhe aty filluan të punësohen nga të gjitha trevat përreth. Ishte i vetmi burim ekonomik dhe për gati 45 vjet minjera filloi një ndryshim rrënjësor. Por gjatë gjithë kësaj kohe shumë njerëz u dogjën në repartin e shkrirjes, të cilët unë i kam pasqyruar aty. Shumë njerëz dhanë jetën nga shpërthimi i gazit metan, të cilët me shumë vëmendje ky komunitet i ka parë dhe i ka vlerësuar duke u dhënë tituj të ndryshëm, qytetar nderi. Pra, kjo është një ekspoze më së shumti fotografik për ata banor të hershëm, me një parafjalë, nëse më dëgjoni, apo parathënie që ju e keni përgatitur një rezume të shkurtër të banorëve të hershëm, kulturës, gjuhës, zakonet që kishin, traditat dhe më vonë mpleksja me atë popullsinë e cila erdhi pas viteve 44, e cila kaluan dhe jetuan jashtëzakonisht mirë me njëri tjetri, ku çdo shtëpi vllahe, në qoftë se kishte një dhomë dhe një guzhinën u alinte ardhësve. Traditë e mrekullueshme të cilët neve është si zor ta trashëgosh se ishte një mrekulli e prindërve, gjyshërve, prindërve tanë, dhe brezat që po vinë, po përpiqen të imitojnë atë traditë të mrekullueshme. Selenica është quar një aspekt të vogël do t'u them. Në rast se ne familja tona shtëpit i bënim vetë. Në rast se lagjen tonë që quhet lagja Partizani idhesh një solet, do të shkulesh i gjithë djemtë e qytetit Selenicës. Që kur lidheshin themelat, gur në sup, meni lopatat dhe do të shkonim. Në qoftë se Ilia Bomba do të vidhte soletën, gjithë shokët, pa preshtim, pa dallim, race, gjinie, do të vinin të ndihmonin të idhe soleta. Dhe konkretizohesh në fund me ata pjesëtarët e lagjes, dikush sillte një tepsi me petulla, dikush bënte drekën. Ishte një gjë mrekullueshme. Që duket sikur s'u marrin sot. Është shumë e mrekullueshme. Po, duke pasur se kemi shumë vepra tuaja të zoti Bombaj, sigurisht që jemi detyruar që pavarësisht se do doni ndaleshit më tepër tek vëllimi i parë, Nusja Livadit është vëllimi juaj i dytë që nuk keni kopje sot me vete për shkak se ju mungojnë, me tregime apo jo? Është me tregime. Nusja Livadit ka një ngjarje të mrekullueshme. Bëni një rezume të përgjithshme dhe një sqarim për mbledhje të shkurtër të këtij vëllimi me tregime. Kam disa tregime të vetë banorëve të hershëm. Ky është një rrëfim i njërit prej moshatarëve të qytetit tonë, një ngjarje tepër prekse të një vajze e cila vërtet ashtu titullohet Nusja Livadit dhe ajo ishte një lule mjaft e bukur, e cila ky rrëfim mua më pëlqeu dhe e hodha në tregime. Bie preh e së keqes masakrohet në pyll, por ajo do të ngelet përsëri një nuse e bukur, sepse e keqa pjell të keqen, ndërsa e mira pjell të mirën. Dhe kjo ngeli në historinë në atë qytetin tonë të bukur, një mbrekulli e cila trashëgohet në gojdhëna, brez pas brezit, derisa në një moment unë e hodha në libër. Po. Kalojmë në një libër tjetër, Minjera e Selenicës dhe banorët e hershëm. Është botim nga faqja historike, keni në formën e një nëntitulli. Është botim i vitit 2002. Po. Po? Ky është në kopertinë ju shihni një pikturë të mrekullueshme e bërë nga piktori ish mësuesi Vasil Bombaj. Aty janë karvarxhint, titullohet ajo. Janë këto karvanet të cilët u ndërtuan nga banorët e hershëm të këtij qytetit dhe meni me mushkat e tyre çonin ser, mineralin në formë kallëpi dhe e çonin drejt skelës. Aty në skel merreshin me vapor dhe në gjithë tregjet e botës shkonte ky mineral. Ky mineral i cili heroi ynë kombëtar Skënderbeu e përdori si mjet luftimi kundër pushtuesve otoman. Mbretëria
e bashkuar angleze, e cila ishte një nga mbretërit më të fuqishme që zotronte detin, e përdori për izolimin e anijeve të saj. E shumë vende deri shumë shtetet, të cilat e përdorën edhe për shtrimin e rrugëve. Ne shtruam botën dhe Shqipëria dhe në vitet 90, mjaftonte me atë rrugën e ngushtë 380, të cilat u trashëguan nga Italia, e cila i bëri ato rrugë për të realizuar pushtimin e plot të Shqipërisë, e pse jo për të hedhur drejt dhe Kosovës. Ky mineral, i cili ende sot e kësaj dite nuk po e gjem përdorimin e saj brenda vendit. Një libër tjetër është Ilia Doko, babai i plastikës së ftohtë, monografi, dhe këtë vëllim nuk e kemi sot këtu. Ja kam kushtuar Ilia Dokos, një skulptorit të mrekullueshëm, i cili ka shumë punime. Njëra prej tyre ndodhet mes të qytetit Selenicës, janë disa aty, po do të përmend David Selenicasin, i cili është një bust prej 3 metra e gjysmë, 3.5, ndodhet mes qytetit Selenicës, duar harta të Ilias, ka lënë mbresa jo vetëm në Shqipëri, por në Greqi, në Itali dhe kudo. Është një skulptor për t'u admiruar. Po, Nëna e vetmuar është vëllimi tjetër që unë kam në duar, me novela dhe tregime, është botim i vitit 2003. Mund të bëni një rezume, një përmbledhje të shkurtër edhe të këtij vëllimi? Ndryshimet e mëdha pas viteve 1989, i cili u finalizua me rënien e murit të Berlinit, solli padyshim ndryshime edhe në lindje. Dhe Shqipëria ishte një nga ato vende e cila si pjesë e gadishu ballkanik, pra pikërisht në pjesën perëndimore të saj dhe në juglindjet e Evropës, filloi ta ndjejë atë ndryshim të madh. Dhe populli gjeti rrugën e emigracionit, që do të thotë rendje drejt shteteve fqinje, me shumë sakrifica, në këmbë duke u thuar për një javë, 2 javë, edhe me muaj të të, me fuqi drejt Italisë, duke sakrifikuar edhe jetën, dhe shkuam për të punuar. Por habiteshim kur në këto vende gjenim në përshtëpi plaka, pleq të vetmuar, bijtë e tyre të larguar drejt më larg, Gjermanisë apo Amerikës, dhe ne kjo na bëri përshtypje. Haruam që erdhën vite, erdhi koha, ne ngelëm më keq se sa ata. Qeshnim me veprimin e tyre, po haruam se çfarë do të na ndodhte. Në qytetin tim Selenicës jemi pak mosh e re, pasi pjesa më e madhe është e larguar, dhe aty ka ngelur mosha e tretë. Që do të thotë të vetmuar. Dhe njëra prej tyre ishte një nën e cila u gjend pas 3 ditësh, pasi ajo kishte ndëruar jetë. Ky veprim, ky akt më preku shumë dhe u detyrova të shkruaja novelën Nëna e vetmuar. Pasi doli, shumë qytetarë më thoshin: "E kujt është kjo nën? E kujt është kjo nën?" E të gjithëve. E të gjithëve, u thash. Nëna ime, nëna jote, nëna e të gjithëve. A jemi të vetëdijshëm që prindrit vërtet i kemi lënë vetëm? Është një brenga mësore. Është vërtet brengë e madhe. Po shkojmë drejt plakjes së Shqipërisë. Është qartë. Kur nënat të cilat na lindën, na rritën, na mësuan të ecnim, na mësuan të flisnim, ne sot i kemi të braktisur. Nënat të cilët lindën nga 8, nga 10, dhe nga pse jo nga 14 fëmijë, i kemi në qytetin tonë, sot nuk kanë një fëmijë pranë. Kjo më ka shtytur që unë shkruaj këtë novelë. Rrokopuja e kohës. E drejtë. Tragjedia, novelë të cilën ju përmendet pak më parë, në një moment kur po flisim për krimtarinë tuaj. Është një tragjedi vërtet prekse. Në 2004 ka ndodhur në qytetin e Selenicës, ku shpërthimi i gazit metan solli plot 9 vdekje. Qytet i cili është rronditur her pas here. Një qytet i cili ka nevojë për vëmendje. Isha vetë pjesëtar në nxjerrjen e trupave, të cilët
ran viktime këtij shpërthimit, i pash skenat hapasapi, së bashku me inxhinierët, me grupin e gatshëm të cilët u futën, shumë qytetarë të cilët ishin ish minator, ish punëtor të minjerës, patën kurajo guximin dhe u futën për të nxjerrë këto trupa. Edhe kjo më preku, duke parë një gazet të shpërthyer dhe të një cop buk, një qep, pak djath e 5 kokra ullinj. Kjo më preku shumë. Ato vagonat të shtypur nga presioni i gazit, ato kapelet menduara sikur ishin vendosur me dorë. Sfondi gri gjithçka Kjo ishte nën tokë. Këta janë ata minatorë të mrekullueshëm të këtij populli të Selenicës, i cili ka nevojë që qeveria të kthejë syt nga ky popull i shumë vuajtur. Në minjerë punuan para viteve 90 dhe shumë të internuar. Dua të thaksoj këtë. Ata punonin bashkë me ne, ishin të internuar, po nuk ata kuptuan që gjetën më shumë të internuar se sa vetë e tyre. Ne në minjerë punonim, dhe ata në minjerë bashkë me ne punonin. E qartë. Në tokë ata, në tokë ne. Në pallat ata, ne në shtëpi, të cilët detyroheshin të mblidhim gur në një pru aty dhe e ndërtonin vetë. Po. Pra një qytet i quajtur vendi i internimit ishte vërtet i internuar. Dërgo, për sa i përket librit fillimit 9 plumba me tregime novele, ajo përmend pak më parë, përfshin ngjarjet e 97-98-s, një situatë e keni qenë dhe të ingranuar në forcat e policisë. Komandant policie në ato momente dhe në Selenicë po. Dhe po ta shikoni, më fal, aty në kopertinë keni një. Mund ta ilustrojmë kopertinën? Kopertina mundet që është skulptura e Ilia Dokos. Si paterica i njëri mban pushkën, e kthyer me kokë poshtë, me bajonet poshtë. Ndërkohë ai jep mesazhe të fuqishme. Armët duhen hulur. Armët që ndodhen sot në shtëpia është vdekje prurse, është vdekje për atë familje. Vetëm një skenë të vogël dua t'u tregoj. Së bashku me efektivin shkuam për një kontroll tek një nën e moshuar, e cila atë ditë kishte vendosur të ndiste sobën. Pa ditur që në furrë të saj ishin vendosur 30 kallëp tritoli dhe 15 granata ofensive. Kontrolluam në gjithë shtëpi se kishim informacion që mbante armë të lënë nga fëmijët të cilët ishin emigrantë. Mendja na shkoi deri te soba. Kur e zbuluam, ajo nën ka qarë ka lotuar dhe na ka përqafuar disa herë. Bijtë mi tha, shikoni mbi sopë. Kam lënë të nxjerren me ujë për të zjerë fasule. Do ndizja sopën. U bëja apel gjithë policisë të punojnë, le të sakrifikojnë edhe veten e tyre. Ka armë të cilat mbahen fshehur. Populli duhet i dorëzoj, sepse pranë vatrës së tyre. Ky është apel për popullatën, për gjithë popullatën. E qartë. Policia të bashkëpunojë me popullsinë dhe popullsia të bashkëpunojë me policinë, ta dorëzoj armën. Fal dhe ligjit të mirë të nxjerr në këto momente që nuk penalizohen. Po. Sepse duhet kuptojnë, kanë vdekjen në vatrën e tyre, duke mbajtur armën. Le të vlej ky mesazh. Kalemi një libër tjetër, është libri historik, historia e fisit Bombaj. Libri juaj. Jo si autor, po them për fisin. Është një fis i madh në qytetin e Selenicës, përbëjmë fisi më të madh. Më troqën shumë figurat të cilat kanë milituar, dhanë jetën për çlirimin e vendit, deri në Vishegrad, kur erën të plagosur. 2 prej tyre, Qirio Bomaj, Stavri Bomaj, janë dëshmorë, disa të tjerë janë të plagosur. Pas çlirimit kontribuan në ndërtimin e vendit në minjerë. Dikush u bë dhe u vlerësua nga pushteti i atëhershëm dhe deputet. Ndërsa pjesa tjetër dhe drejtor minjere, drejtues të minjerës, është për t'u veçuar Miti Bomaj. Rahmet pas sepse ka ndëruar jetë
drejtoi për 15 vjet minjerën. Inxhinierët Pandi Bombaj, Vangel Bombaj, inxhinier, janë për të përmendur shumë nga ky fis, duke filluar që me aktorin multi do të thosha regjisor, siç është Leonard Bombaj. Është aktor, regjisor, këngëtar. I krip mjaltëzave më së shumë të njohur. Ashtu krip mjaltëzave. Edhe shumë të tjerë të cilët ndoshta nuk kemi kohë t'i përmend, po janë të shpalosur tek libri biografi, historia e fisit Bombaj. Pjesës e fisit tuaj, shplurosi e vlerat të fisit tuaj. Dhe vim tek botimi juaj i fundit, vitin e kaluar, në muajt e fundit më djetë... Po, në dhjetor. Në dhjetor 2016, sërish është një libër studimor, historik, monografik, shkolla nëntëvjeçare Todi Koçeli, vatra e ndritur e arsimit kombëtar, është shkolla ku dhe ju jepni mësim apo jo? Po. Këtë libër e kam bërë me bashkautor me profesorin e nderuar, me mjeshtrin e arsimit kombëtar Lutfi Mema. Sot është në pension, nuk ndodhet në Selenicë, sepse edhe mund ta merja. Lutfi Mema dhe Lutfi Mema Ilia Bombaj. Ilia Bombaj. Jemi bashkautor. Ndodhet në Kanada. Ish mësuesi im i cili në një ndër vizitat që bën në qytetin e Selenicës, më fton për një kafe dhe më jep idenë e hartimit të një librit historik për shkollën Todi Koçeli. Vetë emri Todi Koçeli që mbante shkolla, një ish nxënës i kësaj shkolle. Në vitet 67, ai do të ndëroj jetë në ndërtimin e kurudhës Rogozhin Fier. Selenica është një embër i përveçëm për rolin dhe kontributin e madh që ka dhënë në arsim. Jo vetëm në qytetin e saj, por dhe në rrethinat. Janë për të veçuar aty At Andrea Gjeçi, Tod Lubonjari dhe shumë patriot të mëdhenj të cilët kontribuan në përhapjen e arsimit shqip, jo vetëm në Selenicë, por edhe në fshatrat përreth. Tod Lubonjari i sillte librat nga Rumania, nga diaspora shqiptare në Rumani, shqip, dhe i shpërndante në për to fshatra, gjithë zonën e Vlorës. At Andrea Gjeçi, një prift, babai i partizanit, së bashku me të shoqen e tij do të masakrohen nga forcat pro-naziste, është një patriot, sot është dëshmor, i madh në përhapjen e arsimit shqip, ku shumë breza filluan të mësonin gjuhën shqipe. Janë shumë figura të tjerë të spikatur në këtë libër, të cilët gjatë gjithë viteve nga 45-a dhe deri në aktualisht. Pra, kjo është një vepër kronologjike, duke kronologjike të gjitha figurat të shqura të trevës arsimore të Selenicës, deri në vitet Koçeli. 2017 që ne po flasim sot, të kësaj shkolle. Ai qartë. Kuadrë të cilët kanë dalë nga kjo shkollë, të cilët kanë qenë me titull Ish nxënës që sot janë kuadro, deri në nivelin ministër, zëvendës ministra, pedagog akademish, me titull profesor doktor, janë shumë aty, duke filluar që me Fatmir Memën, Muharrem Jakupi, Miti Bombaj, Qiriako Bombaj, e shumë të tjerë të cilët sot mbajnë tituj të tillë dhe janë krenaria e popullit të Selenicës. Nxënës të cilët janë të radhitur aty në listë, të cilët janë vlerësuar vetëm me notën 10. Se ka dhe shumë nxënës të cilët kanë 10 dhe 9, po ne nuk i kemi hedhur. Selenica ka nxjerrë një plejad të tërë nxënësish të mrekullueshëm, të cilët kanë fituar konkurse kombëtare dhe janë vlerësuar me medaljari. Zoti Bombaj, teksa dëgjoj që flisnin për Selenicën, jo thjesht për shkak të vendlindjes së saj, po duket se ka një lloj feeling, një lloj lidhje të pashkëputshme dhe shumë të ndjeshme
mes jush dhe vendlindjes suaj, çka ju e keni deklaruar dhe përmes veprave që keni botuar. Një pjesë e mirë e tyre ka në tharmin e vet, në emblemën e vet, aromën e Selenicës. Selenica është një qytet i mrekullueshëm me ndryshimet e mëdha administrative, të cilët shumë veta e pan me skepticizëm e i dha frutet e saj. Selenica u bashkua me 47 fshatra të tjerë, nga sipërfaqja radhitet vendi 6 ose 7 në Republikë, mos gabojmë, si bashki. Shfrytëzoj rastin për të bërë apel qeverisë. Në Selenicë ndodhet një kryebashkiak i mrekullueshëm. Përparim Shameti? Përparim Shameti, i mrekullueshëm, i cili vlerësohet nga mbar komuniteti dhe është kryetar bashki. Po. Zgjedhjet qendrore ose rotacionet e ndryshme sjellin që fituesit ndërtojnë dhe qeverin. Po qeveria është e mbar popullit. Lincoln i thoshte, qeveria me popullin, e popullit dhe për popullin. Po ky motiv shtyti dhe Obama në 2 legislaturat e tij, i cili arriti të fitonte. E qartë. Populli nuk është shërbëtor i qeverisë, por qeveria ka lindur nga ky popull për të shërbyer popullit. Kjo bashki, pavarësisht se kush drejton, kërkon vëmendjen që të trajtohet ashtu si kundër dhe bashkitë e tjera në Republikën e Shqipërisë. Dhe do t'i bëj apel qeverisë t'i kthej syt nga ky qytet minatorësh, naftëtarësh, për mos ta lënë të bëjnë në kurisë të tyre eksperimente 4 vjeçare apo 8 vjeçare pa investime. Nuk e meritojnë. Duke më parë ato dasit apo ngjyrimet politike. Unë do të thosha që ky kryeministër është i të gjithëve. Kjo qeveri është e të gjithëve, pa dallim. Pa dallim. Ti shërbej gjithë vendit. Me qëllim që ky komunitet ta vlerësoj. Mos bëj dallime. Unë nuk vlerësoj sot sepse është kjo qeveri. Jo, qeveria është e të gjithëve, pavarësisht se në çfarë drejtimi ke votuar. Por vëmendja e qeverisë duhet të jetë tek populli. Kam një pyetje zoti Bombaj. Meqense ishim dhe morëm pak ato nuancat e politikës dhe ju bët një apel për qeverinë. Në zgabojnë 2013 keni kandiduar për deputet për partinë që përmendëm pak më parë, Aleanca për Barazi e Drejtësi Evropiane. Nuk e di, si keni marrë me politikën sot? Jeni të integruar ose më saktë të përfshirë në një forcë politike? Atë le të bëjmë një pyetje tjetër. Keni ambicie, nëse jo, keni ambicie tjera brenda fushës së politikës? Veçanse që qershorin e kemi kaq pranë. Drejt, në 2013 unë ju drejtova mbar komunitetit ose zonës ku unë kandidova dhe vërtet mora vlerësimin e tyre dhe dua gjë rastin t'i falenderoj më gjëra akoma, pavarësisht se me komunitetin Selenicë ka komunikuar. Dhe nuk u morëm pak. Dhe ato kaluan në drejtimin e krahut të majt, me cilin ne ishim në koalicion. Dhe e meritonte ta merrte, është logjike. Nuk jam i ngranuar në atë që ne quajmë Partia Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Evropiane, partia e qendrës, aktualisht në koalicionin e majt. Nuk kam ambicje të tilla, sepse duhet jemi... Jeni ngranuar si thjesht... Thjesht si një simpatizant i saj, ashtu. Ka aktivitet kjo forcë politike? Ka aktivitet, vazhdon. Jeni përfshirë, ju vazhdojnë me një pjesë? Jam si pjesë e saj, por jo me një ambicie për të vazhduar në kandidim, pasi duhet të tregojmë edhe pak tolerant me kuptimin e saj që brezat që vinë kanë mundësi të japin më tepër. Ne le të jemi ajo pjesa mbështetëse e tyre. Me qëllim që rinia, ky brez i cili po vini i virgjër, i pa molepsur në politika apo në idera
të jashtë njerëzore, ose të ndyra do t'i quaja, të vi kështu e pastër dhe të japi për komunitetin ku bën pjesë, për brezin e ri, pse jo dhe për brezin e vjetër, i cili sot ka shumë nevojë. Mos më thoni, sepse keni lindur 1964, jeni në të njëjtin vit që ka lindur kryeministri, mos më thoni që do japni rrugë brezit të ri. Gaspim shumë do shamirës ky. Jo, sinqerisht unë kështu do ta vlerësoja. Dhe këtë e provuam edhe në zgjedhjet lokale ku më thanë që të kandidoja për antar këshilli. Dhe unë nuk e pranova këtë, po përkundrazi mbështetës i një djalit të ri, fare të ri, cili arriti të merrte goxha vota për këshill. Po, jemi në pjesën fundore dhe jemi në fund të misionit, zoti Bombaj. Atëherë, i rikthemi sërish krimtarisë suaj. Pas një krimtarie kaq voluminoze, po kryesisht karakterit historik, monografik, edhe të tregimit dhe novelave, cili është projekti i radhës? Çfarë keni në duar? Kam një libër me poezi vllahe, të cilën kam çuar është në shtëpinë botuese në Maqedoni. Si me poezi vllahe? Keni në gjuhën vllahe? Po, në gjuhën vllahe. Në gjuhën time, të nënës dhe të babait tim. E kam çuar në Maqedoni dhe redaktori është një poet i mrekullueshëm, Dina Kovata, quhet, dhe pres daljen e botimit të saj. Ndërkohë kam përsëri një novel, të cilët jam pothuajse në përfundim të saj, ngjarje tronditse të jetës së një ish qytetarit të Srebrenicës, i cili u dënua me pushkatim, nga pushkatimi kaloi në burgim të përjetshëm, nga burgimi i përjetshëm kaloi në kryerjen e një dënimi prej 18 vjetësh dhe i shpëtoi këtyre dënimeve të rënda, dhe kjo më ka nxitur që unë të mbledh shumë materiale për ta konkretizuar në një libër. Le ta mbyll me urimin, ju vrujoft pena, mos u lot shikur dhe sukses në krimtarin tuaj. Ju falenderit shumë, falenderit televizionit Apollon, respektet veçanta dhe falenderime për presidentin, zotin Artur, dhe për gjithë stafin tuaj. Falenderit që ishit sot në dritë në Ju falenderit zoti Bujar, dhe qofsh gjithmonë gojëmbël, si që ndjekim në emisionet tuaja, dhe keni gjithmonë admirimin tonë. Falenderit. Të nderuar televizionistë, kemi ardhur sot në fund të bisedës në studio në Dritë në Oqean, ka qenë i ftuar në një, siç e shikoni edhe përmes titrave, profil rrëfim, Ilia Bombaj, autori i 9 librave. Ju falenderojmë dhe do të takojmë sërish të ende në ardhshme, deri atëherë natë mirë dhe mirupafshim.